shumë prindër do të shqetësohen nëse fëmia nuk e bën një pyetje të tillë. Sepse nëse nuk ta drejton ty si prind, do ta drejtoj diku tjetër këtë pyetje dhe ndoshta do marrë një përgjigje të gabuar. Pra, si përgjigje do të kuptojmë që këto janë pyetje krejtësisht normale dhe kemi të bëjmë një zhvillim të shëndetshëm të fëmijës në rast se kemi të bëjmë pyetje të tilla. Dhe duke e pranuar si fenomen apo si pjesë të zhvillimit të fëmijës dhe të rritjes, patjetër është një hap shumë i rëndësishëm për të mos e kthyer në formë bumerang të pyetjet tek fëmia dhe duke shkaktuar këtë lloj gjendje psikoemocionale që janë rritja e ndjesive të turpit, sepse normalisht një fëmijë kur merr një përgjigje që kjo është gabim dhe është turp, rritet ndjesia e turpit dhe fajt pse bëra një pyetje të tillë dhe rritet edhe ngarkesa emocionale që mund të çojë pastaj në problematika të tjera të problemeve të ankthit apo të ngarkesës emocionale që mund të fillojë dhe të ndoshta më vonë mund të projektohet si jashtëm duke tentuar të kryej akte të caktuara për të kuptuar vetë problematikën, ndoshta në shoqëri me antarë të tjerë të shoqërisë apo duke qenë pjesë, duke qenë viktimë e situatave të caktuara sociale që vijnë si pasojë e ngarkesës emocionale dhe mos shkarkimit të kësaj ndjesie të shkaktuar në familje nga mospranimi dhe mos diskutimi i problematikave të ndryshme që fëmia ndjen.